Përse e kujtojmë Imam Husejnin, paqja qoftë mbi të? Në surën Hajj në ajetin 32 thuhet: kush madhëron shenjat e fesë së Allahut, tregon për kushtimin e zemrës së tij. Pasi lexon këtë ajet, para nesh dalin disa detyra. Së pari, ne zbatojmë urdhrin e Allahut të madhëruar në lidhje për këtë çështje. Në surën Esh-Shura në ajetin 23 thuhet: nuk ju kërkoj për këtë kurfar shpërblimi, përveç se dashurisë ndaj të afërmve. Ky ajet ka zbritur për Ehli Bejtin e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe për një nga pjesëtarët e Ehli Bejtit, për Imam Husejnin, paqja qoftë mbi të. Është e natyrshme se kur një person e don një tjetër me dashuri të pastër e të sinqertë, ai kurrë nuk e harron atë dhe e kujton gjithmonë. Të tillë janë edhe dashamirësit dhe ndjekësit e Imam Husejnit, paqja qoftë mbi të. Së dyti, me përmendjen e Imam Husejnit, paqja qoftë mbi të, ne përkrajmë të drejtën dhe e ringjallim atë. Kundërshtojmë padrejtësinë dhe tiraninë dhe përpiqemi t'i shërënjosim ato nga shoqëria. Për këtë, Allahu ka urdhëruar që të zbatojmë urdhëresat e tij dhe të ndalojmë veprimin e veprave të këqija. Në Kuranin e Shenjtë thuhet: ju jeni populli më i mirë i dalë për njerëzimin, sepse ju urdhëroni që të bëhen vepra të mira, i ndaloni të këqijat dhe besoni Allahun. Së treti, me përmendjen e Imam Husejnit, paqja qoftë mbi të, ne përhapim Islamin që solli profeti Muhammed dhe e mbarti familja e tij e pastër, Ehli Bejti në përgjithësi dhe Imam Husejni në veçanti, i cili sakrifikoi gjithçka për ruajtjen e Islamit.